Përshëndetje mesazhdashur. Të ndëgjojmë presidentin e Kosovës çfarë palimi total ja bën gazetarëve, sepse këta kanë kujtuar gjithmonë që presidenti dhe ky ministri nuk shkojnë mirë. Kështu që gjithmonë kanë shti thera, jenë më nëmi prish, por s'kanë mujtë. E mas mirëti e spjegon presidentja. Shkojmë? 5 vite që unë jam presidente, zoti Kurti është kryeministër. Por për aq sa njihemi, ne kur nuk kemi pasur as dallimin më të vogël në atë se Kosova duhet të mbrohet nga Vučići, nga Serbia dhe nga shërbëtorët e tyre në Kosovë. Kur nuk është kjo çështje që na ka ndohur. Bravo. Gjithmonë kemi qenë në një linjë. Ju po keni qef me thënë, jo vetëm këto 5 Që vite i bjen një për ton për një. O Shqip Folsa, o opozit, koti, apo indigjone, që shponohet ky ministri me presidenten për të mirën e Kosovës, për të mirën e popullit. E jo për të mirën e xhepave, as për të mirën e fëmijëve të juaj, po për të mirën e popullit. E në popull hinë edhe fëmija juaj, edhe tonë, edhe tatina dhe kretë. Që të punohet. Forcohet shteti, forcohet ushtria, forcohem gjithë. Miq, më të kënaq shpirti, respekt. E kom një lutje për ju në YouTube, nëse s'pritoni mi që dashur kush e ka bo, mirë kush e ka bo, ma bëni subscribe, ju lutem, Dan Gelli, Dan _ Gelli, se kom nevoj për subscribes, respekt për se cilin. Ju dua fort.